kush me kënë nuk dëshiron të takohet kur në fushatat zgjedhore, ku njerëzit votojnë, edhe kur nuk na bje mirë, unë e di që ata e dojnë Kosovën mbi gjitha. Qartë. Nuk ka që së mduan mua, apo Partinë Demokratike. Kur dikush voton për një subjekt të caktuar politik, aja reflekton një arsye më të madhe, një interes më të madhe, një dashuri më të madhe, për vendin për te asaj, se më thonë, a merë mbështetje apo nuk merë mbështetje. Unë kështu kam pa kur ka fitu PDK-ja, kështu është shoh kur edhe PDK-ja është e dyta. Po për te kësaj, kur beteja e ballafaqimit të zgjedhor, të ideve, të koncepteve, të brutalitetit, përfundon në kuti të votimit, mendoj që prej 10 shkurtit, në një klasë politike duhet ulet, duhet bisedon, duhet bëj zgjidhje. Është absurde nëse Trumpi dhe Putini Ulen e bisedojnë. Po. Në fakt, Memli shkoj në takim, u takuan Memli dhe Kurti. Edhe thirrën për ditëlindje. U takuan Krasniqi e Kurti, por nuk është që pati diçka serioze në drejtim të... Se nuk ka vullnet. Nuk ka vullnet. Nuk ka vullnet, se do të gjithë... Po dhe, gjitha partit politike, po këtu mbi gjitha vetëvendosje, se përgjithësia kryesore është e tyne. Mbi gjitha është e tyne, ata janë të partë. Ata janë të partë, i takon të parit. Dhe këtu duhet ta themi të qartë. Përgjithësia politike e VV-s ka qenë që ta krijon një klim të bashkëpunimit, të dialogut, nëse si kanë pas numrat, se si duan ta zgjidhen këtë krizë politike. Por të gjithë dhe mbi gjitha VV-ja ka llogarit mas se çfarë ndodh në prillin e vitit e kuptuar. Arshëm kur zgjidhet presidenti, për cilën po ashtu ne nuk e kem të dët votat nevojshme. Prandaj ne jemi ka sillmi në rreth dhe jemi në një kohë më të rrezikshme dhe natyrisht nuk ka vëmendje ndërkombëtare ndaj Kosovës, po me këtë sjellje po tregojmë që nuk kemi kapacitet politik, as intelektual, as moral për të shërbyer këtij vendit se si do duhet të shërbejmë. Unë për një vetën të tërpnuar ku po hina sallë për herën e 35, 6, 7 dhe pyes vetën tham ku jam. Mirë se jemi keq me minutat në dispozicion. Farë në fund, pa Memli Krasniqi sërish kryetar i Partisë Demokratike dhe një mandat, pse nuk rivalizuat, pse nuk kundërkandiduat? Është gjatja e mandatit të kryetarit. Nuk është proces kështu i plot zgjedhor. Është gjatja e mandatit të kryetarit, do të ketë zgjedhje mas zgjedhjeve lokale, dhe madje mund të hapen krejt në letrat kush ka ambicie që të garon. Unë mendoj që demokracia ka nevojë që të ketë ballafaqim të personaliteteve, të ideve, të koncepteve. Jam i thari asaj që të ketë garë, që të ketë demokraci të mbrëmshme, por ne jemi duke hyrë në zgjedhjet lokale dhe vendimi i Këshillit Drejtues dhe i konventës është që më mirë të jemi unik sa i takon zgjedhjeve lokale, me që kem pas kryetar komunar se cilët kanë bërë një punë brillante dhe është më rëndësi që ta kem edhe Mitrovicën, edhe Frizarin, edhe Prizrenin, edhe Drenasin, edhe Skënderaj, edhe Vushtrinë, edhe Kaçanikun, edhe Hanën e Lezit, që edhe më tutje të qeverisën prej PDK-s, që të fitojmë komuna të reja, se sa të ketë një, si më thonë, nuk mund të ketë garë të mbrëmshme, kur jenë garë të jashtme. Tash është koha garës jashtme, kur është koha garës mbrëmshme, ka garë të mbrëmshme. Çau Prisni. A do të jenë zgjedhjet lokale ato që do ta shpëtojnë PDK-n nga drenicalizimi, si ta quajmë kështu, sepse një prej leximeve tona, përveç rezultatit të mirë në fakt, që mori në të mirë, të kënaqshëm në analizën tonë që e mori në zgjedhjet nacionale, dhe rezultatit shumë të mirë që e mori në zgjedhjet lokale të kaluara. Një prej gjërave që kemi lexuar ne është një lloj koncentrimi i grupit të deputetëve në Kadrenica. A do të jenë zgjedhjet lokale kundër përgjigje që do ta ndalin këtë trendin, të themi, shqetësues brenda PDK-s? Mendoj që lista për kandidat për deputet ka qenë jashtëzakonisht e mirë dhe ka pas njerëz cilët me shumë dëshirë kisha parë në Kuvend Kosovës.
me shumë dëshirë i kisha pa duke dhe kontribut në fushat